Pra sot, gjendja është 1 miliard e 13 milion të hyra që ATK i ka realizu gjatë këtij viti. Këtë vit kemi një rritje prej 11% krahasim me vitin e kaluar. Është një rritje që e përcjell trendin e viteve të fundit. Pra ATK-ja në këto 5 vite ka shënuar diku rreth 18% mesatërisht ngritjen e të hyra, pa ndërru politikë fiskale, pa ndërru përfshirje të normave tatimore. Rritja e ekonomisë shënon diku një mesatare prej 5% përderisa rritja e të hyrave i kalon diku 11 ose 12%. Hyrat tatimore shkojnë lart më shumë se sa rritja e të produktit vendor. Këto të hyra diku 49.5% bëjnë pjesë hyrat nga të vëshëja. Kjo na tregon që na po fiskalizohemi si ekonomi. I dihet që tatim pagues më shumë po fiskalizohen dhe përshojnë kupona fiskal, krejt në fund, që kisha dashur me falendëruar është papja e ATK-s që besoj është më meritore për këto rezultate që keni pasur deri tani. Të dashur me falendëruar ministrin për çastin e tij ndaj ATK-s që ka bërë që bashkëmangshëm është kontribusi më i madh i këtyre rezultateve. Pra ATK-ja në këto 5 vite ka shënuar diku rreth 18% mesatërisht ngritjen e të hyra, pa ndërru politikë fiskale, pa ndërru përfshirje të normave tatimore.